Po ma ngrej që shtojnë populli atë gjun me dolma. Edi Rama, mendon që ka bo mjaft për kredet e ushtrisë shqiptare në Hauk? Unë nuk di të ketë bërë ndonjë gjë. Po këto deklarime nuk janë asgjë po? Cila deklarata? Po që thonë kundër gjykatës të Haukës. Ato s'janë deklarata, ato i bën çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Edi Rama është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Republika e Shqipërisë ka institucione. Dhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, edhe ata të tjerë që janë të akuzuar, janë shtetas Republikës së Shqipërisë. Në rast se nuk janë, mund të bëhen shtetas Republikës së Shqipërisë, duhet të ishin bërë shtetas Republikës së Shqipërisë. Por unë jam i bindur që të paktën këta të parat janë shtetas Republikës së Shqipërisë. Dhe Republika e Shqipërisë, kur ti ke ndaluar shtetasit e vet, atëherë Republika e Shqipërisë ka një zyrë avokatie të popullit, ka një zyrë avokatie shtetërore dhe duhet të angazhonte menjëherë këto zyrë avokatie për të drejtat e këtyre, për akuzat që janë bërë, për të drejtat njerëzore që janë shkelur. Nuk i ka aktivizuar? As pak, shteti shqiptar s'ka aktivizuar atë, pra duhet të aktivizojë institucionalisht shteti shqiptar. Pse po do të thonë që te Edi Rama nuk i gëzohet lirimit tash më thoshit? Unë nuk e di gëzohet, kjo është diçka tjetër, është diçka personale, po unë hy te veprimi që duhet të bëj ky në aspektin institucional, pra se ky i ka këto mundësi. Çka e kish ndihmuar me pas mos këto? Absolutisht, çfarë i kish ndihmuar? I kish ndihmuar që në rast se edhe ti kish angazhuar një grup avokatësh për të drejtat e njeriut, prej fillimit që janë shkelur, për akuzat që janë shkelur, atëherë do kishte sjellur ndryshe gjykata. Nuk do kishte shkelur këto drejta njeriu që ua ka shkelur. Që kur e ka ndaluar marrëdhëniet me familjen, që ka ndaluar telefonat me familjen, pra këto janë shkelje drejtat njeriu. Shkelje pra, tronat. Ti ja ke pikërisht ja ke shkelur, po ky është edhe shtetasim, dhe si shtetasim ti s'mund ta bësh këtë. Dhe pse s'mund, do thoshin këta se po kjo gjykata s'pyet, jo kjo gjykata pyet, sepse problemi është që këto po ndodhin në një burg në Holland, dhe ti këtë ja kërkon Hollandës. Pra ti, sepse burgu është i Hollandës. Dhe këto drejta atyre po i shkelen në këtë burg të Hollandës, burgu s'është i Kosovës, dhe i kërkon shtetit Hollandës që të drejtat e qytetarëve të mi në këtë burg të mos shkelen. Vërtet. Pra nuk ka bërë asgjë shteti shqiptar në këtë aspekt. Si shtet, si individ, deklaratat nuk rën pesh sepse ti je kryeministër. Unë mund të bëj 700 deklarata, unë s'kam asgjë në dorë, vetëm deklarata bëj. Dhe ti mund të thosh, shi sa mirë foli Dritani. Dakor, po kaq ka Dritani në dorë. Absolutisht. Kurse ai ka më shumë se Dritani, po, se ka një shtet, po ai se ka shfrytzuar këtë. Pra në këtë moment ai s'ka bërë asgjë. Pra në rast se ti krahason fuqinë e një kryeministri me fuqinë e një qytetari, atëherë që këtu jemi gabim, s'mundi vësh shumë gabim. Peshore. Si jemi njësoj. Absolutisht. Edhe me fuqinë e një gazetari, se gazetari është me fol. Absolutisht. Prandaj po them që ka pasur mundësi, ka akoma mundësi, s'ka bërë asgjë institucionalisht. Atëherë për mua s'ka bërë gjë. Dritan, faleminderit shumë, por jemi në prag të zgjedhjeve në Kosovë. Çka do t'i thotë gjithë shikuesve të emisionit Kushia Show veçanërisht qytetarëve të Republikës Kosovës para kamerës? Do t'i bëja thirrje gjithë qytetarëve që të votojnë. Të votojnë, sepse vota, shiko, nuk është problemi kënd, vota është detyrim kushtetues. Dhe në momentin që ti voton, ke drejt të kërkosh llogaria ti tjetrit. Dhe të votojnë, në rast se nuk i pëlqen një individ, në rast se nuk i pëlqen një parti, ta bëjnë votën të pavlefshme. Por ama në rast se ne kemi 2 milion votues në Kosovë, dhe në rast se nesër dalin 1 milion vota të pavlefshme, dhe 1 milion tjera ndahen midis 7 partive, atëherë do të thënë që 1 milion shqiptar nuk janë dakord me asnjë nga këto. Dhe kjo është shumicë, dhe ti tregon atyre që shiko, se radhë e hodh, por radhës tjetër ne mund ta gjejmë dikë që këto 1 milion vota t'ju rrezojnë juve dhe t'ju çojnë juve në shtëpi përgjithmonë. Pra ti tregon fuqi politike, sepse njeriu nga natyra është një qenie politike. Ne konsumojmë politikë në kafe, konsumojmë politikë në shtëpi, konsumojmë politikë këtu në këtë emisionin ton bashkë, dhe pastaj kur vjen dita e votimit, jo më mos më intereson. Jo, ty patjetër të intereson se e ke detyrim për veten tate, për fëmijët e tu, për të ardhmen e fëmijëve tu. Absolutisht. Prandaj duhet patjetër. Edhe ndryshimi vjen duke votuar. Absolutisht, sepse ti kur voton kërkon. Pra unë të kam votuar, ta kam dhënë, ore të ka për kollare unë ty nesër, se them zotni, ta kam dhënë votën unë ty. Po çka më bëj çillën si ti pa kollare? Pa ne, ka për zhelje shëton. Faleminderit shumë Dritan. Respekt dhe faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq të personte që jemi javë tjera, sigurisht. Faleminderit shumë.